Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Shqipëria nuk shkon në botror. Louise Ailey habit me deklaratën pas fitores së kombëtares. Pas triumfit të madh të kombëtares shqiptare, artisti dhe këngëtari, gjithashtu fituesi i Bigut, Louise Ailey, ka reaguar me një mesazh emocionues në rrjetet sociale, duke shprehur krenarinë e tij për ekipin kuqezi dhe shpirtin luftarak të shqiptarëve. Me një postim të ndarë në Instagram, Louise shkruan: "Shqipëria tregoi shpirtin e një kombi që nuk dorëzohet kurrë. Kjo fitore është mesazh krenarie, uniteti dhe besimi. Është kujtesë se kur jemi bashkë jemi të pathueshëm. Kemi dëshmuar se Shqipëria nuk shkon në botror për të marrë pjesë, por për të bërë histori." Me këto fjalë, fituesi i Bigut shprehu jo vetëm entuziazmin për rezultatin e kombëtares, por edhe ndjenjën e bashkimit që kjo fitore ka sjellë tek shqiptarët kudo në botë. Postimi i tij është pritur me shumë reagime pozitive nga ndjekësit, të cilët ndanë të njëjtin emocion dhe krenari kombëtare. Mesazhi i Luizit është cilësuar si një thirrje frymëzuese për unitet dhe besim në një moment kur Shqipëria po shkruan historinë e saj në futbollin ndërkombëtar. Kombëtarja shqiptare e futbollit fitoi 0-1 kundër Serbisë me golin e Rejmanajt për kualifikuesen e botrorit 2026. Kuqezinjt ngjiten në kuotën e 11 pikëve për vendin e dytë të grupit K, duke lënë pas serbët me 4 pikë më pak.